Fizioterapia nuk është vetëm një mënyrë për trajtimin e lëndimeve, por një domosdoshmëri që duhet të shoqërojë sportistët që në fillimet e tyre. Fizioterapisti Hedon Leshi foli për disa nga lëndimet të cilat ndodhin më së shpeshti tek personat që merren me sport. Sportistët gjithmonë kanë një gamë të gjerë të lëndimeve, pasi varësisht nga sporti që bëjnë, po lëndimet kryesore tek sportistët janë domosdoshmë të nyje, të gjuri, të kyçi i këmbës, tek kordokulla apo tek sportistët që bëjnë sporte me krah, si volejbolli, handbolli apo basketbolli, kanë lëndime më shumë të ekstremiteteve të sipërme, si lëndime të shpatullës, të krahut, të brylit. Leshi tha që lëndimet tek sportistët kanë mënyra të ndryshme të trajtimit, duke filluar nga trajtimi me fizioterapi e duke vazhduar deri tek ndërhyrjet kirurgjikale në raste më të rënda. Lëndimet gjithmonë nga grada e lëndimit mund të jenë ato që trajtohen me fizioterapi apo me trajtim konservativ, ose ato që janë lëndime më të rënda, si për shembull ruptura e menisqeve apo ruptura e ligamenteve të gjurit, të cilat nuk mund t'ju shmangen ndërhyrjes kirurgjikale. Trajtimi i duhur në kohë, nën kujdesin e fizioterapistëve të specializuar, jo vetëm që përshpejton rikuperimin, por ndihmon edhe në parandalimin e lëndimeve të reja, tha ndër të tjera fizioterapisti Hedon Leshi.